Shëndetje juve, deshta t'ju moj pak t'informun me garen këtu që po ndodh në Çeki, në Shtëmberg të Çekis, në garen e kampionatit evropian. Në praktikën e parë pata një aksident vogël, se problem me frena si vitin e kaluar që ashtu. Ta po mundohen me rregullu kjerin. Në qoftë se rregullohet, atëherë vazhdoj në praktikën e dytë. Në qoftë se jo, atëherë met për nesër, po gjasat janë të vogla, diçka për naj rekorda, diçka. Këta me thanë do të me ndru frenat, i kanë qitë Aston Martin kaliperat, në investim për 25.000 euro, kaliperat Aston Martinit, kaliperat e McLaren, diskat e Aston Martin, po apet problemi njëjtë. Po shtyqur zotit, apet arrita vish me thy kjerin pak më ropa, do munova me nalë me frenë dorës. Tash ka edhe probleme edhe me motor, se mandej u stërnzej motori. Në qoftë se është dita jo nesër, po munona për rekord shtegut, edhe pse rekordi i shtegut nuk është thy që 11 vite, po mundona me bo diçka për nesër, shumë e pata disponimin, shumë jam okej, jam të formë të mirë, po jo pak, po këgja më kanë bo nervës ta mekanik që nuk ma kanë testu kjerin para se me ardhë, po e kanë lonë me testu këtu në shtek. Ju falemderit për juve dhe falemderit sponsorave për ndihmën që mua bojnë, se ky kerr shumë volipore, kështu që ju majtë informun. Falemderit.